Pesha e sprovës. Pesha e botës i duke se ishte ngjeshur mbi supe. Goni ecte i rënduar si një lis i vjetër që stuhit e jetës e kishin përkulur deri në dhëmbje. Zemra i rrihte me ritëm të ngadalt, e lodhur nga trishtimi. Mendimet i rrëzoheshin mbi kokë si një ortek, njëra pas tjetrës, duke e mbërthyer në një burg të padukshëm. Humbja e një pjesë të pasurisë e kishte tronditur thellë, sikur toka t'i ishte shkullur nga këmbët. Nuk ishte hera e parë që përballej me një sprovë të tillë. Para disa vitesh kishte humbur punën dhe atëherë i ishte dukur se qielli ishte shembur mbi të. E vetmuar, nata e mbështillte me heshtjen e saj. Ditët kalonin në një mjegull dëshpërimi, por një ditë, si pa e kuptuar as vetë, syt i ranë mbi një libër. Gishtat i rrëshiten mbi kopertinën dhe pa ndonjë qëllim të qartë filloi të lexonte. Ishte një libër për jetën e profetit Muhammed. Fillimisht lexonte pak, 2 a 3 faqe në ditë. Pastaj, si një njeri që gjen një burim uji në mes të shkretëtirës, e etja e tij për atë histori u bë e pangopshme. Faqe pas faqeje, Goni e ndjente shpirtin t'i letësohej. Sa më shumë lexonte për profetin, aq më shumë i zbehej dhembja e tij. Vuajtjet e tij që dikur i dukeshin të pashpresa, tani shfaqeshin të vogla, të papërfillshme. Profeti Muhammed kishte humbur të atin para se të vinte në jetë. Nëna e la jetim në moshën 6 vjeçare. Më pas, e rriti xhaxhai, që gjithashtu i vdiq kur ai kishte më së shumti nevojë. Pasi u shfal profecia, u përball me persekutime, përbuzje dhe dhunë. E përbuzën nga vendi i tij lindjes, e gjuajtën me gur, e bojkotuan dhe e lanë pa ushqim për 3 vite. Por asgjë nuk e goditi aq fort sa humbja e Hatixhes, gruas që i qëndroi pranë në ditët më të vështira. Ishte ajo që e mbështeti kur të gjithë të tjerët e mohuan. Ishte streha e tij kur bota ja ktheu shpinën. Kur ajo u shua, duke lënë një boshllëk të pashërueshëm, edhe qielli dukej sikur u errësua për të. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, në të njëjtën periudhë humbi edhe xhaxhain e tij të dashur, Ebu Talibin. E megjithatë, vuajtjet nuk ndaleshin. Luftrat njëra pas tjetrës i arrëmbyen të dashurit e tij. Në Uhud, xhaxhai i tij Hamza u vra dhe u masakrua në mënyrë të tmerrshme. Zemra e tij u coptua, por ai nuk mallkoi, nuk u hakmor në mënyrë të padrejtë. Dhe pastaj erdhën sprovat më të rënda për një prind, vdekja e 6 fëmijëve të tij. Ai përcolli njërin pas tjetrit, me sy mbushur me lot, por me zemrën të mbështetur te Zoti. Goni u ndal. Lotët i rrëshitën mbi faqe. U ndje i vogël përballë madhështisë së atij njeriu. Si është e mundur, mendoi ai, që një njeri të sprovohet kaq shumë dhe të mos thyhet? Asnjë njeri nuk do ta duronte këtë, veç nëse do të kishte një mbështetje hynore. Dhe atëherë, një dritë ju ndez në zemër, një bindje e palëkundur. Ai e kuptoi që gjithçka që po kalonte nuk ishte mallkim, por sprovë. Një sprovë që kishte një qëllim, një rrugë, për t'i treguar atij se jeta nuk matet me pasurinë, por me qëndrueshmërinë e shpirtit. Mbi tavolinë pranë tij, libri qëndronte hapur. Ai e përktheli me dorë dhe buzëqeshi lehtë për herë të parë pas shumë kohësh. Jo, nuk ishte vetëm në këtë betejë. Dhe për herë të parë e ndjeu peshën e jetës, jo si një barë, por si një urë që e çonte drejt një kuptimi më të thellë të ekzistencës.
Sprovat nuk janë dëshkim, por udhërrëfyes. Kush e kupton këtë, kur nuk thyhet.